Kryeministri Hristijan Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të kalohet në gjuhën shqipe. Madje ai thotë se ligji i gjuhëve është i qartë dhe kjo duhet u lejohet studentëve që e kërkojnë një gjë të tillë. Po ne gledam тук защо не се полага, не? Законот за јазици е јасен во случајов, доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Pas deklaratës së kryeministrit ka reaguar nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani. Pasi kryeministri konfirmoi sot se me ligj provimi i jurisprudencës mund të jepet në gjuhën shqipe, një gjë është e qartë, ministri i drejtësisë duhet të jap menjëherë dorëheqje, ndërsa për përfaqësuesit e vlenit, më mirë të mos shihen askund për një kohë. Qendrimi i Ministrisë së Drejtësisë bie ndesh me deklaratën e kryeministrit. Ministria e Drejtësisë ditë më parë refuzoi kërkesën e studentëve shqiptar, të cilët kërkonin që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata refuzimin e bazonin në arsyetimin se një kërkesë e këtillë sipas tyre është në kundërshtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Rreth 385 studentë shqiptar përmes një peticioni kërkuan që ky provim të mbahet në gjuhën shqipe. Ministria e Drejtësisë kërkesën e tyre e cilësoi si antikushtetuese dhe thanë se për të bërë pjesë e sistemit të drejtësisë një jurist i diplomuar duhet me patjetër ta njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Pas kësaj përgjigje pati edhe disa reagime në opinion, si nga ekspertët e fushës, ashtu edhe nga përfaqësues qeveritar dhe të institucioneve.